Me thirrjet ju erdhi fundi, është duke u zhvilluar protesta e 38 e rinisë shqiptare e cila kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një protestë e cila ka treguar një qëndresë të jashtëzakonshme të atyre të cilëve besojnë se Shqipëria mund të ketë ditë më të mira, se Shqipëria mund të jetë ndryshe pa korrupsion, me shëndetësi, me arsim, pa shpopullim, me çmime të përballueshme, me pensione të mira, me rroga të mira. Sikundër besojnë se Shqipëria mund të jetë një vend ku një person i vetëm nuk mund ta trajtojë si pronë Shqipërinë. I referohem këtu ligjit 21/2024, i cili e bën dhe e kthen kryeministrin Edi Rama në një person i cili vendos që në çdo vend të Shqipërisë mund të ndërtohet. Dhe faktet kanë treguar se kryeministri Rama këtë ligj të ndryshuar në vitin 2024 po e përdor për interesat e tij personal dhe jo për interesat e Shqipërisë. Janë këta protestues të cilët janë duke vijuar qëndresën e tyre e cila është historike. Nuk e ka parë kurrë Shqipëria një protestë të tillë kaq rezistente, kaq të qëndrueshme, kaq të fortë, të rinisë, të rinjve të cilët kanë vrarë frikën dhe janë në shesh prej 38 vitësh.